Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, inna Allah yuhibbu rifqa. Allahu është ai i cili e do butësinë se vetë i but. Allahu vetë xhelle xhelalu sillet but. Shikoj me robëri si sillet. 24 orë i bëjnë Allahu gjë shirk dhe kufër dhe lloj-lloj mëkati dhe zullumi. Ai Allahu ju e pa fat, se me dije e bën këta. Dhe kështu i përket edhe besimtarit në njerëzorën e tij, që të jetë i dijshëm dhe të jetë i butë. Imam Buhariu thot, Enes ibn Malik thot, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasallam duke thënë hadith, yassiru wa la tu'assiru. Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Wasakkinu wa la tunfiru. Ka thënë alayhis salatu wasallam, dhe qetësoni dhe mos provokoni me gërdit njerëzit. Sa njëri pe pamaturis dikujna o gërdit. Ja u kena gërdit në të ndruaj që më të li fat këtësisht edhe feja ndo njerëzve. Thot qështu që pëdhu teja, qësht posilë është teja me karakterin tana, kur më su bamfsha. Për këtë arsye thot alayhis salatu wassalam, yassiru la ta'assiru. Letësone se feja e lehtë, feja e dashur, dush me atë bo njëri dashur feja. A bolle ka i shejtanin që ja gërdit fejna dhe teja? A boja ka një e gjinë që i ri hazër, mos me elan mu bo e fetar dhe mos me kry detyrat e Zotit, edhe ti me pasillet e tua, edhe na kena mi bo barra tina. A dhe sa për ulemave thonin kështu, boll jeta e zorshme, a edhe ti kime mi qaf mua. Boll jeta e vështirë me fitu pi halalit, edhe me u largu pi haramit, me eduku familje dhe me rrit familje, a edhe ti unë me ti duru qerëta, a edhe ti me ti duru mroleta, a edhe ti unë me ta duru pasillën tana. Jo, ka thënë Alisa, yassiru, let, banja u njerëzve let, mos u avështisoni njerëzve. Pasaj që ka thonë, o e sekinu, qëtësoni, sekinu me ka dole, me qitë, apo, të ndëruar që më të likuro dishka e nëzet, mos i ras dut, ka dole, në të ftofët njerë, kur je i nëzet, temperatur, nervoz, apo, të ka hip nervoza në qilë, ka dole prit, zbutu njerë, a e di se kur zbutu është ku të bjere gjaki ndryshe ishe punë. Apo, je i mblefos me i nati, ka dale, ule i natin, se si tu pa, pare që ka del për para kryje, ka dale, se kinu, që të soj e vetër, u alatu në firu, dhe ka thonë alayhis salatu wassalam, dhe mos u a gërdit një njerëzve fejen, mos u a gërdit fejen me karakterin tanë. Thu njerit qire Allah feja, islama e pasë le muë, mos më këshirë karakterin, unë jam i vrasht, unë jam i ndoshta i dhunshëm, ama feja s'ka të boje me këta, që ka të boje për nga mësam dhe zërë me dhunat e tona, me pamaturit e tona, me mos bucit e tona. Që ka pejgamberi sallam? Që ka feja? Që ka feja Zoti xhelle xhelalu? Feja Zotit është e pastër, Kurani i pastër, hadithi i pastër. Feja është e but. Ama ne e vrasojna me karakteret tona. Për këtë se ka thënë wala tunfiru. Dhe jo veç kaq. Thot ja Rasulullah, unë tan ditën lodha të punu për me lip halalin dhe mu largu pi haramit, me jetu si musliman. Ti këtë imamin që ne ka ciktu neve, ki vjen na e fal neve jacien, po ke ka fal për veti, na e fal neve. Edhe fillon me lezu surën Al-Baqara. Unë s'po muj me qëndru ja Rasulullah. Ja. Muadh ibn Jabeli kur shkon ki djali, thot, ki jam munafik. Çfarë psu për njerëzve? Po habe se ki se do fejen. Jo bez do tije. Jo bez do ti se fejen e do. Jo be Kur'anin e do, po ti sa tu dash. Jo be zanin e do, po zanin dan se do. Kur dikush s'ja pëlqen zanin dikujna, a ki drejt ti me thonë s'pe do e zanina? Jo be zanin e du, po zani jot po më trishton kur pe thire zanin ti. Kur'anin e dojna, po ka mund si zanin s'ta do. Edhe tha Muadh, kja munafik se do Kur'anin. Çka i tha për mësam, hec këtu. O Muadh, tha, a e vërtet kjo çka po thot ki? Jo çka pi thut ti këtina, ki çka po thot? Tha po ja Rasulullah, është e vërtet, unë lexoj surën Al-Baqara. Namaz. Tha ti a do mja u gërdit njerëzve fejena? Me Kur'an, a do mja u gërdit njerëzve fejena? Tha ti a s'ki surë më të vogla? A s'ki ti surë më të vogla? A ki surë më të vogla po? Lexoja u surët më të vogla. Dhe që pas shka i tha, o Muadh, për ma se ki e një plak, për ma se ki një njëri të lodht, për ma se ki një njëri që ja ka punu të nditën, lexoja u njerëzve dhe mos u a gërdit një njerëzve fejen. Të ndëruar që më të li, nëse me surën dhe Al-Baqara i ka thonë me mos ja gërdit, po me qerët e tona, po me dhunat e tona, po me karakteret e tona, sa ja u kena gërdit njerëzve fejen. A disa njëri thot, valla këshire, qështu, që ki si tjetë musliman, me që këtë sjellë, po qëfar islama me abe kjo? Qëfar islama me këto sjellë dhunshme, arrogante, brutale? Qëfar islami, kush të kam sube ti kështu? Psebe e marron dhe e shantazhon islami dhe fejnë e pejgamberit sam. Njeri më të mirë mbo që ka arë në dunja, ai tu të pa ti e tu me menu njeri, me menu, një minut. Se pejgamberi sam, a pak si na, hasha wa kella.
kur mos gabon me menu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur mos i merr ti sjelljet e njerëzve për bazë me menu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se i hin hak pejgamberit alaihi salatu wasalam. Andaj ka thonë yesiru wala tu'assiru wa sakkinu wala tunfiru. Leçoni, mos vështirësoni, qetësoni dhe mos gërditni dhe mos u bëni njerëzve fejen të bezdishme. Për këtë arsye këto hadithe të ndëruar që Marli argumentojnë se maturia dhe butësia dhe frenimi i vetvetes është prej sjelljeve më të larta me të cilat ka ardhur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam.